Dikur, kur kam qenë 15 vjeç, unë nuk isha as fotografe, as videografe, kam qenë një kërcimtare në një trup kërcimi. Dhe një ditë të bukur më dhuruan një aparat dhe unë atë aparatin e mbajta për fotografi më shumë dhe aty zbulova që nuk është vetëm fotografia, por është dhe videografia. Dhe vendosa që ta mësoj si profesion dhe zbulova që isha shumë e mirë në të, kështu që ja ku jam. Unë jam Igena, jam 26 vjeç dhe jam videografi për 3 vitesh. Pasioni për videografi nuk ka nisur si fillim me videografi, por një ditë të bukur kur isha 15 vjeç, babi më dhuroi një aparat dhe aty u nisa si fillim fotografin dhe më vonë duke parë që po më pëlqente si pasion dhe si profesion, vendosa ta arris dhe më shumë dhe ta çoj në videografi. Si fillim e kisha pak të vështirë si profesion, sepse duke qenë një vajzë është pak e vështirë, por duke qenë një vajzë rome është akoma më e vështirë. Si fillim, të gjithë njerëzit që kanë punuar me mua kanë qenë pak skeptik për një vajzë rome që mund të bëj video, mirë po me kalimin e kohës kanë kuptuar që një vajzë shef më shumë detaje dhe i bën më mirë videot se sa një djalë. Klipi më i bukur për mua që unë kam bërë, ka qenë një klip i një grupi muzikor. E kam bërë atë video, e kam xhiruar me gjithë pasionin dhe me gjithë fokusin e mundshëm. Dhe kur doli finalja, unë isha bërë një gabim të vogël, të një transition, po asnjë nuk e mori vesh. Ajo video për mua ka qenë, si thua, një big shumë reklam për mua, sepse ai grupi muzikor është shumë i famshëm dhe kjo ka qenë një big deal për mua dhe prandaj dhash 100% të vetes te ai klip. Sigurisht që çdo punë ka lodhjen e saj dhe stresin e saj. Mirë, për mua ky profesion më motivon që të vazhdoj akoma dhe më shumë. Përveç se fitimet, po edhe pasionit që kam. Normal që unë synoj për më lart, sepse videografia nisi si një lojë, po përfundon si një ëndër dhe ëndra ime më e madhe është që të kem një studio time filmike dhe mbase të bëj regjinë edhe një filmi.